Me neve sonte për të diskutuar lidhur me tolerancën fetare, në studio kemi Trilon Gashën, mirëserdhe hoq. Mirëserdhe. Iqbal Uduti, mirëserdhe. Mirëserdhe, faleminderit për ftesën. Alendi Mjeri, knatësi. Mirëserdhe, faleminderit. Me neve sonte është edhe Avdi Gjata, faleminderit që sonte jeni me ne, është gjithmonë knatësi. Dibran Gashi, faleminderit shumë zotri Gashi. Faleminderit ju. Po ashtu me neve është edhe Alban Zeka, faleminderit që sonte jeni me ne. Knatësi. Iqbale, zotri Gjata sa pas luftës shkel toleranca fetare në Kosovë. Po, është e vërtet, jo vetëm ndërfetare, po brenda fesë, si tek të krishterët, ashtu edhe tek muslimanët, kemi intolerancë, nuk po mundemi me gjetë një pikë të përbashkët me kriju një harmoni, si që tha edhe teologu dhe psikologu. Po ndodhë sepse ignoranca e një gjaje që ka nuk e njofim mirë, atër frigohemi nga jo. Kur frigohemi fobi, për shamu, fobi do me thënë frikë. E tash pse unë frigohem për diçkaje, pse nuk e njo. Se në momentin kur e njohun e fenë krishtere, qoftë katolike, protestante, apo lidhjet e ndryshme që kanë dalë si lëvizje radikale nga ana e krishterëve, kur i njohun e këta, atër i kuptoj edhe që thamë ku i kanë problem. Mirë po, sa i përket tolerancës, unë gjatë studimeve të mija, mas shumë jam islamologe, që i studioj vetëm fenë islame, dhe mas luftës, mas shumë ti që e kam pa, që kemi mrenda feve, pra s'kemi tolerancë. Dhe unë me studimet e mija, kam marrë në përfundim se kemi 3 lloj tolerance, të cilat nuk realizohen në shoqëri, është ajo individuale, nëse e kam unë për shembull nusën e vllau të krishterë dhe jam shumë tolerante, se e njoh. Kemi edhe tolerancën tjetër që është ligjore, edhe kjo është shumë okej nëse i shikojmë ato të drejtat, lirit fetare, është shumë okej, po sa zbatohet është tjetër, ndërkaq sa i përket tolerancës institucionale, këtu nuk ka sa duhet, prandaj edhe kur institucionet nuk i përkrahin disa komunitete për me fut harmoni, vjen tek intoleranca. Pra mos pasja e tolerancës, pastaj urrëtitjet, mos durimet fetare, vijnë deri tek përçarjet në shoqëri.